A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Besimtarë të nderuar, vëllezër dhe motra, sikur se e dini, kemi filluar trajtimin e një serie të re, përmes së cilës synojmë që të trajtojmë çështje me rëndësi jetike për ne, sepse kanë të bëjnë me zgjimin e zemrave tona, ashtu siç edhe e kemi titulluar këtë seri. Dhe tema e parë që kemi trajtuar me lejen dhe mendimin e Allahut ka qenë kur zemra fle dhe shpirti hesht. Pra jemi munduar që në esencë të trajtojmë problematikën tonë të përgjumjes së zemrave tona në një kohë të dinamike nga aspekti fizik, por shumë të heshtur e madje edhe të vdekur në aspektin metafizik. Dhe si ndërlidhje me temën paraprake është edhe tema zgjimi pas një jete në harres. Madje të gjitha temat që do t'i trajtojmë janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, për shkak se ato synojnë realizimin e panoramës së përgjithshme të problematikës sonë jetësore rreth zemrave tona, rreth përgjumjeve të tyre, rreth heshtjes së shpirtrave tonë në raport me ngritjen e vetdijes kundrejt Allahut subhanahu wa taala dhe përgjegjësive që ne i bartim për aq sa jetojmë. Normalisht, kur ne flasim për gjumin e zemrave tona, kjo nuk do të thotë fundi i tyre. Pra, nuk e nënkupton fundin e zemrave, përkundrazi, e nënkupton piknisjen e përmirësimit, piknisjen e rigjallërimit të këtyre zemrave. Nga se Allahu i Madhërisëm, nga mëshira e tij absolute ka bërë që përkundër kësaj gjendje tonë, ai na ka dhënë hapësirë dhe mundësi që të reflektojmë, që të përmirësohemi, në mënyrë që të zgjojmë zemrat tona në një kohë, në një periudhë shumë të vështirë, për shkak të zhvillimeve të hofshme që janë duke ngjarë dhe për shkak të nevojës së madhe që ne e kemi për t'i përmirësuar këto zemra. Andaj pyetja e radhës që do duhet të na shqetësonte dhe na prekuponte është: a është e mundur që një zemër që ka jetuar në ngaflet për një kohë të gjatë, që ajo të zgjohet nga gjumi, të ringjallet? Padyshim se po. Kemi të bëjmë me zemrat të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe të cilat i krijoi për shkak se i deshi. Dhe nga dashuria e tij në raport me këto zemra ka bërë që ato të gëzohen me iman. Pra zemrat besimtare, zemrat që e njohin Allahun, e njohin krijuesin e tyre, zemrat që janë në kërkim të gjallërimit, në kërkim të ngritjes dhe të përndritjes. Atëherë Allahu subhanahu wa taala na i ka dhënë gjitha mundësitë e mundshme dhe një prej këtyre mundësive është edhe prezenca jonë në një prej shtëpive të Allahut, duke trajtuar çështje të fesë së Allahut, e të cilat kanë të bëjnë me ndërtimin e karaktereve tona në mënyrë të drejtë për drejtë. Para së gjitha është për ta kuptuar çështjen se a zgjohen zemrat pas një harrese të gjatë, duhet ta kuptojmë thelbin e harresës, pra kush është problemi i harresës sonë, apo i kësaj harrese të gjatë, e cila realisht ka kaluar në një sëmundje kronike të gafletit apo të shkujdesjes. Dhe ne e dim se ky gaflet që na ka përfshirë pothuajse të gjithë neve nuk ka ardhur rastësisht. Pra ai ka ardhur përmes një procesi të caktuar dhe vetëm përmes një procesi të njëjtë, por të zhvillimit dhe të ringritjes së tij do të largohet. Pra gjithë ajo periudhë që ne kemi kontribuar për ta futur zemrën tonë në një gaflet, në një shkujdesje kronike, duhet të kompenzohet me një aktivizim të gjallë, duhet të kompenzohet me një seriozitet shumë më të madh dhe duhet që të përmirësohet pikërisht përmes ndërmarrjes së shkaqeve të nevojshme të përmirësimit. Allahu qartazi në Kur'an na tregon se zjarri i xhenemit është krijuar për të mbushur, jo vetëm me gjësende të cilat jetojnë në xhenem, por para së gjithash është krijuar
për t'i ndëshkuar disa prej robëve të tij, të cilët ishin të shkujdesur para se ishin gjallë në jetën e kësaj bote. E kjo padyshim tregon dhe dëshmon për drejtsinë absolute të Allahut të Madhërisëm, nga se nuk është e kuptimshme apo nuk ka kuptim, nuk ka sens që të gjithë të përfundojmë të barabartë. Pra si ai që dinte, si ai që nuk dinte, si i dituri, si ignoranti, si i devotshmi, si mëkatari, si besimtari, si mosbesimtari, si i sinqerti, si gënjeshtari. Duhet të ketë një dallim, derisa ne në relacionet tona ndërnjerëzore i dallojmë këto raporte dhe i vlerësojmë të mirët dhe i shpërblejmë ata pikërisht për shkak se ata kanë qenë të dalluar me disa tipare, me disa vlera, me disa virtyte, para se gjithashtu kjo i përket Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili do të ndajë drejtësi, madje në mënyrë absolute, është Allahu. Dhe për këtë arsye Allahu nuk lejon që të gjithë përfundojmë në jetë. Detyrimisht do të dallohemi edhe në ahiret ashtu siç u dalluam në dynja. Prandaj ka krijuar xhenet dhe ka krijuar xhehenem për t'i dalluar të mirët nga të këqijt. Dhe Allahu thot: "Wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins." Ne kemi krijuar apo kemi bërë që të lindin njerëz, prej të cilëve do të ketë edhe pra që do të përfundojnë zjarr xhenemit, edhe nga e xhinët, por edhe nga njerëzit. Pastaj e tregon arsyen kryesore të përfundimit të këtyre kategorive në zjarr xhenemit. Pse ka ndodhur kjo? Thot lehum qulubun la yafqahuna biha. Sepse ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Pra Allahu i është referuar qendrës së vlerave, të përmirësimit, të ngritjes dhe të vetëdijësimit të njerëzit, e që është zemra. Prandaj thot, ata kanë zemra që nuk kuptojnë me to. Që do të thot, njeriu kupton me zemër, nuk kupton me mendje. Qofse zemra nuk e njeh të vërtetën, nuk do të ketë se si ta përpunojë mendja e tij. E mos flasim që nuk do të ketë mundësi pastaj edhe ta praktikoj gjymtyra e tij. Çdo gjë nis nga zemra. Dhe Allahu, si krijuesi i ynë që është dhe njohësi më i mirë i përparësive dhe mangësive tona, tregon se qendra e humbjes dhe e shpëtimit është zemra. Lehum qulubun la yafqahuna biha. Këta e gjin dhe këta njerëz që do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit, do të vinë dhe do të përfundojnë si tillë si pasojë e zemrave të tyre të shkujdesura. Ata e kanë pa të vërtetën, janë njohur me të vërtetën dhe e kanë mohu. Pra nuk kanë dashur me kuptu. Lehum qulubun la yafqahuna biha. Si është e mundur që gjithë kemi zemra të njëjta, po jo të gjithë jemi të njëjtë. Allahu e ka krijuar të njëjtën zemër, sikur për mua, sikur për ty dhe sikur për gjithë njerëzit mbar. Por pse njerëzit nuk janë të njëjtë? Për arsye se qasja e tyre në raport me zemrat e tyre është e ndryshme. Qasja e tyre në raport me krijuesin e zemrave të tyre është e ndryshme. Pra, zemra si e vlerë të kuptuarit me të, përdorimi i saj sipas asaj që është krijuar. Prandaj thot Allahu: "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Pastaj thot: "Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Ata kanë edhe sy, por nuk shohin me to. "Wa lahum adhanun la yasma'una biha." Edhe kanë vesh, por nuk dëgjojnë me to. "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Të këtillët janë sikurse kafshët, madje në nivelin e kafshëve. Allah po e tregon qartazi gjendjen e atyre njerëzve të cilët jetojnë pa kuptim, jetojnë pa përmbajtje, por kanë jetë formale, ashtu siç jetojnë edhe kafshët. Madje disa prej njerëzve kanë pritje që ti te i kalojnë edhe dimenzionet kafshërore. Pra din me i te i kalu limitet e Allahut subhanahu wa taala më keq se sa kafshët. Edhe pse kafshët pra jetojnë me instinkt, nuk jetojnë me inteligjencë, s'kan inteligjencë. Ato e kanë njeriu. Pra shkeljet eventuale që mund t'i bëjnë kafshët janë krijesa të papërgjithshme, nuk japin përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Për shkeljet eventuale, për shembull qeni nëse e kafshon një fëmijë, ai nuk jep përgjegjësi para Allahut, sepse nuk është krijesë e ngarkuar me përgjegjësi. Është krijesë që e ka krijuar Allahu me i shërbyer njeriu, ashtu siç i ka krijuar të gjitha krijesat tjera paralel me njeriu. Por njeriu dallon, sepse njeriu është krijesë që orientohet përmes inteligjencës, përmes intelektit, përmes mendjes. Dhe derisa njeriu nuk dëshiron ta kuptojë të vërtetën e Allahut, ai jo që do të bie në nivelin e kafshës, por madje edhe do ta tejkalojë atë. Pa do të shkojë në nivel shumë të ulët se sa niveli i kafshës. Prandaj sot shumica e jo besimtarëve jetojnë jetë më të ulët se sa kafshët. Pra i kanë tejkaluar të gjitha limitet e normales. Dhe këtë në fund këtij ajeti Allahu thotë:
ulaike humul ghafilun. Të këtillat janë të shkujdesurit, ata që kanë rënë nga flet. Dhe ky është thelbi i problemit. Pra, thelbi i problemit të tjetuarit në harres kronike dhe të gjatë është pikërisht gafleti, shkujdesja. Jemi të shkujdesur në raport me Krijuesin, jemi të shkujdesur në raport me pejgamberët e Allahut, jemi të shkujdesur në raport me mesazhin e Allahut, të shkujdesur në raport me qëllimin e jetës, të shkujdesur në raport me përgjegjësitë kashi njerëzve, duke filluar me prindrit, pastaj edhe me tjerë që janë përreth. Pra duke e respektuar hierarkinë familjare edhe shoqërore në përgjithësi. Zbërthimi i kësaj, apo në kontekstin ton, i bie që ky ajet realisht na jep për kufizimin më të mirë dhe më të fortë të gafletit në të cilin kemi rënë pothuajse të gjithë. Sepse ky ajet na tregon se njeriu mund të jetojë me zemër fizike, por jo funksionale në kuptimin metafizik. Pra, njeriu ka zemër, por nuk i funksionon shpirti i saj. Ai jeton, pulson, por nuk gjallëron. Lidhja e tij me Allahun është e kaputur pothuajse fare. Ai ka sy, por nuk e shet të vërtetën, sepse nuk dëshiron ta shohë të vërtetën. Ai ka vesh, por nuk dëshiron ta dëgjojë të vërtetën. Prandaj i refuzon me lehtësinë më të madhe këshillat e arta dhe të vyra. Pra, harresa, të cilën e kemi pothuajse të gjithë, nuk është si pasojë e mungesës së mjeteve, por është si pasojë e mungesës së zgjimit. Sepse mjete kemi të gjitha, duke filluar nga trupat tanë. Ky perfeksion trupor, lëndor që Zoti e ka krijuar në qenien njerëzore, tregon se çdo mjet i nevojshëm për ta jetuar një jetë normale ekziston. Ne nuk na mungon asgjë këtë drejtim. Pastaj në aspektin material të jashtëm, i kemi gjitha mirësitë e Allahut, nën toksore, mbi toksore, që t'ja lehtësojmë vetes raportin e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra neve nuk na mungojnë mjetet i kemi gjitha, por na mungon vetdia, na mungon zgjimi. Dhe ky është problemi dhe një jetë është edhe çështja kryesore të cilën do ta trajtojmë inshallah përgjatë kësaj serie. Është njëjtë sikurse një nxënës i cili është në shkollë, ai ka prezencë fizike, është prezent, e ka drasën para vetes, e ka mësuesin, e ka librin hapur, mirë po mendjen e ka krejtësisht diku tjetër. Si shembull i këtij nxënësi jemi pothuajse të gjithë, me përjashtime të vogla. Pra, ne e kemi librin e Allahut, ne e kemi udhëheqjen shpirtërore, ne e kemi orientimin, udhëzimin hyjnor, ne e kemi mësuesin, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I kemi të gjitha mjetet, por mendja jonë është zhvendosur në diçka krejtësisht tjetër. Nuk e kemi koncentrimin e nevojshëm si pasojë e mosnjohjes së thelbit të jetës, si pasojë e mos realizimit të qëllimit të jetës. Allahu në një ajet tjetër thotë: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Njerëzve u është afruar llogaridhënia, një realitet i pakontestueshëm. Gjithë kemi me dalë para madhërisë së Allahut me dhënë llogari. Pra ashtu siç ndodh në jetën tonë të përditshme. Fëmiu i jep llogari dhe i raporton prindit të tij se si ka shkuar në shkollë, se çfarë ka bërë, nëse i ka ndodhur një problem, pse ka ndodhur, me kë i ka ndodhur, kush është arsyeja. Nëse ka shkuar në punë, i jep raporte shefit në punë. Janë raportet ditore, raportet javore, raportet vjetore, e kështu me radhë. Kështu do të jetë edhe para madhërisë së Allahut. E gjithë jeta e njeriu është raport. Ne ndërtojmë raporte mes vetë. Dhe në raport me hierarkinë udhëheqëse tonën, në familje, në punë, në shoqërinë përgjithësi, ne do të japim llogari, sepse kjo përbën drejtësi. Gjithmonë dikush është autoritet mbi ne. E autoriteti mbi të gjithë është Allahu subhanahu wa taala. Duke qenë se Allahu na i ka dhënë gjitha mirësitë, jetën, familjen, këtë gjithësi dhe gjitha këto i ka bërë në shërbim të krijesës njeri, padyshim se do t'i japim Allahut llogari, do t'i raportojmë atij. Sepse këto mirësi që ne i gëzojmë sot janë mirësi nga Allahu, nuk janë nga ne. Gjitha këto mirësi e kanë kostën e vet, edhe të shfrytëzimit, por edhe të llogaridhënies. Prandaj me drejtësi elementare, mendja njerëzore e kupton qartazi dhe përrazi se unë do t'i jap llogari atij i cili më krijoi. Sepse ai më nderoi, ai më pasuroi, ai më ngriti, më përndriti, andaj unë do t'i jap llogari atij. Por si është gjendja e njerëzimit në barë në raport me këtë llogaridhënie, në raport me këtë të vërtet pa kontestueshëm. Allahu po tregon, thotë iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Njerëzve veç se u është afru dita e llogaridhënies.
Shumë shpejt kanë me dhënë llogari. Por si janë ata në raport me këtë? Ku është vetdia atyre? Në çfarë niveli është? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ata vazhdojnë të jenë në gaflet. Madje jo vetëm në gaflet, por edhe ja kanë kthy shpinën të vërtetës së Allahut. Sepse ka gaflet nga pakujdesia edhe ka gaflet të qëllimshëm. Dhe këto dallojnë. Gafleti nga pakujdesia është për shkak të dembelis, për shkak të mashtrimit me dynja, por ai në ndërdijen e tij, në qenien e tij e ka parasysh se Allahu ekziston, e ka parasysh se Allahu do të më adhuru, e ka parasysh se para Allahut ka më dhënë llogari. Por mashtrohet me gjëra të cilat ja zbehin koncentrimin atij, fokusin që duhet me pas. Por gafleti i qëllimshëm është ai gaflet i cili bëhet me vetdije të plot. E kupton që ekziston një Zot edhe nuk e beson. E kupton që jeta nuk është pa një qëllim fisnik edhe nuk e realizon. E kupton që ka me ardhur dita që ka me dhënë shpirt edhe nuk punon për atë ditë. Ky është gaflet i qëllimshëm. Dhe pjesë e këtij gafleti në një mënyrë apo tjetër jemi edhe ne si umet islam, edhe ne si musliman, sidomos ne të ahirit zamanit, për shkak të rrethanave aktuale. Ne jemi në gaflet. Edhe ne që falemi jemi në gaflet. Tani dikush mund të thotë po unë falem, këtë në rregull, por në raport me atë që mund të arrish, ku je dhe si je. Nëse ti ke mundësi për të arritur shumë më tepër, por përpjekjet tua janë shumë minimale, ti je në gaflet. Çfarë të mungon ty? Shëndetin e ke, familjen e ke, pasurinë elementare e ke. Gjitha të mirat e Zotit i ke. Atëherë pse je mbrapa në raport me Allahun? Pse adhurimi yt është shumë i zbet, është shumë minimal. Ndërkohë që po të njëjtët njerëz, siç ishin sahabët, ata ndërmerrnin veprime maksimale. Ata ishin maksimalist në arritje, jo minimalist. Ne jemi minimalist në arritje, në kërkesa. Apo thënë ndryshe, ne jemi maksimalist në kërkesa, por jemi minimalist në realizimin e tyre. E sahabët ishin krejtësisht ndryshe. Ata ishin maksimalist edhe në kërkesa, por edhe në realizimin e tyre. Sepse e kuptuan thelbin e çështjes. Nëse dëshirojmë të dalim nga kjo krizë, nga ky gaflet kronik që na ka kapluar të gjithë neve, duhet të kuptojmë këto ajete. Fillimisht duhet ta njohim thelbin e problemit. Problemi është se ne i kemi lënë veten harres. Allahu po thotë qartas në Kur'an. Nesullaha fa nasiyahum. E harruan Allahun. Prandaj Allahu ka bërë që ata të harrohen prej tij. Ose siç thot Allahu në ajetin që e kam përmend edhe javën e kaluar, wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mos u bëni sikur se ata të cilët e harruan Allahun. Çështja kryesore e shkaktimit të këtij gafleti të kopshëm është harrimi i Allahut. Ti mund të mos e harrosh Allahun si krijues, pra si një njohuri, si një dije e përgjithshme. Në gjithë ndërdijen tonë e dim që Allahu ekziston, por në rrafshin praktik shumë pak e kujtojnë Allahun. Edhe në radhët e muslimanëve, në radhët e namazlinjve shumë pak e kujtojnë Allahun. Pse? Ndoshta e kanë kufizuar për kujtimin e Allahut vetëm në 5 kohë namaz. Vetëm kur i vjen namazi e kujton Allahun. Kjo është kopratësi në raport me Zotin. Kjo është qasje minimaliste në raport me Allahun. Është e vobekt. Pse? Kjo është pragu obligativ, pa këto zbohet. Hajde diçka më tepër, çka kemi diçka më tepër që na mundna më dëshmu Allahut se ne vazhdimisht kujtojmë ty Allah. Jo vetëm kur i përmbushim obligimet tona të detyrueshme, ose kur ne jemi të nevojshëm për mi zgjidh problemet tona, ose kur jemi të nevojshëm për mi shëruar smundjet tona. Por atëherë kur jemi në bollëk, atëherë kur jemi në mirësi, atëherë kur i gëzojmë të mirat e tij. Prandaj kushdo që e kujton Allahun në mirësi, Allahu e kujton atë në vështirësi. Siç edhe na ka mësuar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Harresa Allahut realisht është harresa vetvetes, sepse çdo gjë njeriu e ndërlidh me Allahun. Duke filluar nga momenti kur ai fillon me ditë si fëmijë, e kupton se është një krijues. Qoftë përmes prindërve, qoftë përmes leximit, qoftë përmes meditimit të tij, sepse ka fëmijë që edhe meditojnë. Janë të aftë. Dinë se si me e kërku të vërtetën absolute e kështu me radhë. Në një farë forme njeriu e ka parasysh se ai që e krijon është Allahu. Dhe ai që të krijon kërkon diçka prej teje. Nëse asgjë nuk bëhet kot, asgjë nuk ndodh kot. Ne në jetën tonë të përditshme asgjë nuk bëjmë kot. Edhe ai harambashi që shkon e bën haram, e bën me një qëllim ai. Sado që qëllimi i tij është i prisht, është i keq, por ai nuk vepron kot. Ai dëshiron me ushqy epshin e tij në një mënyrë të caktuar. Ndonë se është mirë legjitime, por ndërmerr veprime.
E ka skemën e qartë të jetës ti, edhe pse ajo skemë që në humnerë, në shkatrim. Pra, të harrosh Allahun do thotë harres ndaj vetës. Dhe kjo pastaj shkakton atë që njeriu nuk e kupton më pse jeton, edhe nuk e di drejtimin e jetës, edhe përjeton krizë identitare shpirtërore. Derisa ma vjen në një nivel që nuk e di thot as kush jam, nuk e di thot as çfarë ndjej. Dhe për këtë arsye sot janë krijuar komunitete kafshësh nga njerëzit, sepse ata kanë krizë të jashtëzakonshme identitare, edhe në aspektin biologjik, edhe në aspektin fetar, në aspektin besimor apo ideologjik. Pastaj ekzistojnë disa shkaqe që na duhet me i ditë e me i pas parasysh që e çojnë njeriu të jetojë në harres. Pra, ky gjumë bukur i gjatë, për një periudhë shumë gjatë kohore, që i ka kaplu muslimanët përgjithësi, përfshirë edhe neve, arsyeja e ardhes së kësaj gjendje i ka disa shkaqe, që na duhet me i njohë. Normalisht janë të shumta, por unë do t'i përmbajmë vetëm disa prej tyre. E pa dyshim se e para prej tyre është mashtrimi pas dynjas. Është shumë interesante se Allahu subhanahu wa taala nuk ka lënë asgjë pa shpjeguar në Kur'an. Çdo gjë për cilën ne kemi nevojë me ditë, Allahu e ka sqaruar në Kur'an. Edhe në raport me këtë botë, me këtë dynjë, Allahu ka treguar që ajo është shumë e bukur, është tërheqëse, është joshëse, por është edhe mashtruese. Allahu thotë në Kur'an: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz. Mënyra ligjëruese e Allahut në këtë rast është e përgjithshme, po i përfshin Allahu gjithë njerëzit, jo vetëm besimtarët e tij, sepse Allahu krahas plotësimit të drejtësisë së tij absolute ndaj njerëzve në përgjithësi e përfshin edhe drejtësinë informative. Allahu do të më të informojë ty për çdo gjë që ti ke nevojë me ditë. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, do të bëj padrejti, dhe Allahu nuk bën padrejti. Prandaj Allahu thotë: "Dëgjoni njeri, dhe ju njerëz në përgjithësi. Inna wa'dallahi haqq." Dijeni mirë se premtimi i Allahut është e vërtetë absolute, nuk ndryshon. Kush po flet? Allahu. A ka hapësirë dyshimi dhe dileme këtu? S'ka. Sepse po flet i gjithdijshmi absolut, po flet i plot fuqishmi absolut, dhe po flet i drejti absolut. Prandaj Allahu po e eliminon çdo mundësi dyshimin të drejtim. Se nga Zoti mund vije diçka që është e pavërtetë. Inna wa'dallahi haqq. E vërtetë Allahut është e pakontestueshme, është hak. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya. Andaj thot, mos t'ju mashtroj juve jeta kësaj bote. Pse ka filluar Allahu këtë jetë kështu? Pse s'ka filluar Allahu me na tregu që kjo botë ka këto mirësie, këto bukurie, këto kënaqësi? Edhe pse do të ishte shumë e vërtetë, sepse gjitha i ka, por ky nuk është thelbi. Thelbi është në mënyrën se si na duhet me trajtu jetën e kësaj bote. Se si do të me kuptu, me pranu, edhe me jetu jetën në këtë gjësi, në këtë glob, në këtë planet. Thot, fela taghurrannakum alhayatu ad-dunya. Andaj mos t'ju mashtroj juve jetë e kësaj bote, sepse ajo ditë jetë mashtruese. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Dhe kush se mos lejoni që t'ju mashtroj në raport me Allahun kush el-gharur, mashtruesi. Fjala është për shejtanin. Fillimisht Allah po na tregon përmes këtij ajeti se jeta e kësaj bote është joshëse, gjë që e ka shpjeguar dhe pejgamberi i Allahut kur ka thënë sallallahu alaihi wasallam: "Ad-dunya hulwatun khadira." Dynjaja është e ëmbël dhe është e gjelbëruar. Në këtë rast, gjelbërimi e ka fjalën për bukurinë. E simboli i bukurisë së kësaj gjësie është gjelbërimi. Simboli kryesor është gjelbërimi. Prandaj nuk parapërqehet shkretira, por çdo herë njeriu anon ka gjelbërimi, ka lulëzimi, ka bukuritë natyrore. Dhe Allahu thot, fillimisht duhet ta keni parasysh se jeta e kësaj bote është mashtruese, është joshse. Pra është një mjet i këndshëm, që të gjithë e synojnë, gjithë e dojnë. Problemi është tek mënyra se si ju do ta pranoni, do ta përdorni këtë mjet. Sepse qëllimi dihet. Qëllimi është për me na afru neve me krijuesin e kësaj gjësie, me krijuesin e kësaj bote. Jo që ne ta bëjmë qëllim këtë botë, por ta kemi si mjet dhe ta trajtojmë si të tillë. Dhe gjithashtu tregon për një faktor tjetër i cili din shumë mirë me mashtru, madje është mjeshtër i mashtrimit e që është djalli i mallkuar, prandaj e ka quajtur el-gharur, sepse djalli i mallkuar realisht është mjeshtri më i madh i mashtrimit.
Dhe Allahu e ka plotësu drejtsinë e tij informative ndaj nesh. Na ka treguar që jeta e kësaj bote është joshse, është e bukur, është tërheqëse me bukurinë që i ka, por në anën tjetër edhe është një mashtrues i cili din shumë mirë me a shtu bukurinë irreale jetës kësaj bote. Gjalli i mallkum din me ta paraqit këtë botë sikur se me qenë fundi për neve, sikur se me qenë qëllimi kryesor për neve. Edhe pse gjithë e dim që jemi fani, tretemi një ditë. Edhe i pasuri më i madh i botës e din që një ditë ka me dhënë shpirt. Por pse e harron në praktikaj? Sepse djalli i mallkum ja zbukuron edhe më tepër këtë dynjë. Ja nxjerr pi kontekstit real. Edhe i thotë, kjo dynjë nuk është bashkë çaq e lehtë për mu kalu. Është e gjitha për ty. Kush të garanton ty që ke me pas ringjallë, kush të garanton ty që ke me dhënë llogari para krijuesit. Ajo çka është reale është kjo që ka po e shes sot. Andaj kënaqo njeri. Lej këto kufizime që thënë këta fetarët, mos e bën ato, mos e bën këta, kjo është vije kuqe, kjo të çon në xhenem. Këto janë pallavra. Kënaqo ti sa e ke pasurinë në dorë, sa e ke bukurinë në dispozicion, fuqinë, autoritetin e kështu me radhë. Kënaqo. Pra janë nxjerr prej kontekstit real, çështën e dynjas edhe ja zbukuron për te bukurisë reale që e ka kjo dynja edhe bën që njeriu me jetu me iluzione mashtruese dhe shterpre. Pra, dynjaja nuk është problemi për ne. Problemi është mashtrimi përmes saj. Dhe një prej formave më të rrezikshme të mashtrimit është mashtrimi pas bukurisë së jetës kësaj bote, sepse fillon pastaj njeriu lidhet aq tepër edhe i harron përgjegjësitë reale që i ka para sa jeton në jetën e kësaj bote dhe përgjegjësitë që do t'i jap para Allahut madhërisëm ditën e gjykimit. Zgjimi kur fillon? Zgjimi fillon atëherë kur njeriu e sheh dynjan si mjet dhe jo si qëllim. Atëherë kur e kupton që është në udhtim dhe jo në vendbanim. Pra, njëjtë siç ndodh me një njeri i cili është në gjendje me punu për 10 orë, për 12 orë pa ndërprej. Edhe nuk është as pak, pra nuk e ka problem as pak pas 12 ore mu argëtu me diçka. Mu lodh se edhe argëtimi e ka lodhën e vet. Pse? E ka vetë dijen e ngritur për mu argëtu. Por nëse i thuhet njëjtit njeri, hajde falu 12 minuta, i gjen 100 justifikime mos mu fal. Jo se kam këtë ankesë, kam këtë probleme, jam mirije, i kam do harame që suni lae, pra gjen arsyetime nga më të ndryshme, ndonë se kjo është parsore, kjo është kryesore. E pse i njëjti njeri ka aq shumë energji, kohë dhe mundësi, mu lodh me punu 12 orë për dynja, mu lodh 2 orë, 3 orë me shku me këshyr ku e di unë një lojë futbolli, apo një telenovel turke, apo spanjolle, pra disa argëtime mashtruese që ati është dhënë mundësia me i përjetu, por nuk është në gjendje 12 minuta me fali namaz. Për shkak se ai ka rënë gaflet. Për shkak se ai është mashtruar me kënaqësitë mashtruese të jetës kësaj bote. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na tregon se çështja e zemrës apo e gafletit të zemrës është çështje aq serioze, saqë njeriu mund të merron lajthitje pa e vërtetë. Thotë la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Këtë fjalë ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para mendoj njeriu më të vetëdijshëm që ka jetuar në jetën e kësaj bote. Njeriu më të përsosur. Megjithatë ai ka thënë Allahu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Kurse si mos ju bind, mos e paso atë të cilit ne ja kemi lënë zemrën e tij në harres apo në gaflet, në shkujdesje. Nuk është Allahu ai që e ka lënë këtë gjendje, por është ky që e ka përzgjedhur këtë gjendje, prandaj Allahu po jep çarimin. Wa taba'a hawa, sepse ai ka pasur epshin e tij. Pra arsyeja që Allahu e ka lënë këtë gjendje, këtë njeri është për shkak se ai e ka pasur epshin e tij. Ai ka synu vetëm me e ushqy epshin e tij dhe e ka harruar Allahun. Aghfalna qalbahu an dhikrina. Pse me qenë pe përkujtuesve të Allahut, me qenë pe adhuruesve të Allahut, do të më pas në lirësi, do të më meritu një epitet tillë, do të më meritu një status tillë. E kush e meriton? Ai që se haron Allahun. Ai që haron Allahun, pastaj e pason epshin. Kur e pason epshin, pastaj përfundon në shkatrim, përfundon në humner. Derisa Allahu e ka porosit Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam për një rrezikshmëri kaq të lartë të devimit dhe të mashtrimit, si është fjala me ne. Ky ajet kuranor realisht është mësim i përjetshëm për ne. Dhe unë preferoj që këtë ajet
ta përkujtojmë sa më shpesh që të jetë e mundur, sepse na mundson atë zgjimin që ne po e synojmë edhe po dëshirojmë ta trajtojmë këtu dhe ta kuptojmë, ta aplikojmë në jetë pastaj. Pra, në raport me përmendjen e Allahut, e tash këtu përmendja e Allahut realisht e simbolizon komplet fenë e Allahut. Komplet feja e Allahut është përmendja e Allahut, është dhikri ndaj Allahut. Dhe përfshir dhikrin e përgjithshëm është edhe dhikri specifik që është përmendja e Allahut, përkujtimi përmes tesbihut e kështu me radhë. Dhe pastaj thot Allahu në fund wa kana amruhu furuta, pastaj i kalon gjitha kufijtë normales. Jo vetëm që bëhet pasues i epshit, po më për to nuk ka ndalesa. Për to nuk ka ligj që ndal. S'ka Zot, s'ka pejgamber, s'ka frenim. Çdo gjë që atij i vjen në mendje, çdo gjë që epshi i tij e synon dhe dëshiron, ai duhet me realizu me çdo kusht. Pra njerëz pa limite. Ajo që tha Allahu paraprakisht, jetojnë më keq se sa kafshët. Ky ajet lidh drejt për drejt gafletin me epshin. Pra nuk vije gafleti vetvetiu. Vije atëherë kur ushqehet epshi. Është një proces i gjatë i ushqyerjes së epshit që shkakton pastaj gafletin. E nëse nuk ndërmirën masat të largimit të gafletit, pastaj bëhet kronik. Dhe ky është shumë problem serioz pastaj. Çdo gjë kronike është më e vështirë për të shëruar. Derisa është akute, dhe unë shpresoj që t'jemi në atë gafletin akut dhe jo kronik, inshallah. S'paku ne që po mundohemi me adhuru Allahun sipas parimeve dhe urdhëresave të bazë nga ana e tij për ne, që ky gaflet akut të ndërpritet sa më shpejt, në mënyrë që të mos bëhet kronik. Edhe kjo arrihet vetëm përmes kuptimit të gjendjes tonë reale që e kemi. Pastaj se si duhet të zgjohemi nga ky gjum dhe nga kjo harresë, normalisht që do të flasim inshallah taala edhe javën e ardhshme. Por si fillim duhet me kuptu problemin. Pa e kuptu problemin, s'mujna me zgjidh problemin. Pa e diagnostifiku smundjen, nuk mujna me gjetë shërimin. Na mujna me përdor barna të përgjithshme, por derisa nuk e specifikojmë barin e kërkuar për smundjen e kuptuar, atëherë nuk e arrim shërimin real. Mund të arrim qetësime periferike, por jo shërim qendror. Dhe ky ajet dhe shumë ajete të tjera na tregojnë se gjendja e një të riut apo një të reje dhe të një muslimani në përgjithësi, i cili e di që një gjë është haram, edhe prap nuk ndërmer masa, kjo tregon se ai ka rënë në gaflet me të dy këmbët. Ose se ka kuptu problemin që e ka, ose nuk është duke marrë masat e nevojshme të shërimit të këtij gafleti. Prandaj duhet me kalu prej s'ka gjë, vetëm një herë bëj një haram, njerëzit veprojnë shumë më tepër se sa unë, tek ajo kjo është shumë e madhe që unë e kam bërë. Edhe nëse një herë një jetë ke gabu, bënja vetës tragjike atë gabim. Kjo tregon vetdije të lartë. Prandaj sahabët për dallim prej nesh ata kanë pas çësje krejtësisht ndryshe në raport me gjunat. Sepse ata kanë kuptuar prej pejgamberit Allahut, prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mesudi dhe thotë për besimtarin, një gabim është sikurse me i ra kodra për mi. Për besimtarin e sinqert. Por për munafikun si është? Ka thonë sikur mi u pozicionu, mi u vendos mizan hund, ai veç e tre me largon. Ai ka mujt ndoshta me vrar njëri, ama thot hajde se e kum vra pa dashje. Ma e pakta ke qenë pa kujdesshëm. Prandaj Musa alayhis salam kur e ka vrarë atë edhe pse s'ka qenë fare pejgamber. Ka qenë njëri i rëndom të thjesht. Kur e ka vrarë edhe pse e ka vrarë vetëm mbrojtje. Është ndi keq, nuk është ndi mirë për ato që e ka bë. E ka pas si gjuna. Qashtu Ademi alayhis salam kur e ka thyer urdhën e Allahut dhe e ka ngrënë pemën e ndaluar. Ai s'ka qenë me justifiku veten, me shfaqsu veten, po ja ka bë vetes tragjike. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Allah, dhalemna anfusana. Kemi bë pa drejtësi vetëve tona, edhe unë edhe gruaja. Fa illam taghfir lana, nëse s'na fal, wa tarhamna, dhe s'na mëshiron, lanakunanna min al-khasirin. Do të përfundojmë pe të humburve. Çdo me përfundu pe të humburve ai që ka qenë më së afërti me Allahun. Në xhenet Allahut. Edhe mi u friku humbjes shkatruse, po sa e ka ditë çka ka bë. Ai s'ka kthyer me shfaqsu veten, me arsyetu veten. Kështu kanë qenë edhe sahabët. Sahabët veprat e mira i kanë minimizu. Veprat e liga i kanë maksimizu. Por nëse ka bën një gjuna të vogël, që po ne mund të jetë çesharak, ai ka bën vetes tragjike. Nëse ka bën një sevap të madh, i ka thënë vetes kur gjë s'ke bë. Ama hiç me kur gjë s'ke bë. Kjo është çësia e të devotshmeve. Çësia atyre që janë vigjilent, që kanë zemra vigjilente, dhe jo të atyre që janë në gaflet.
sepse pastaj zakoni bëhet stil jete, e kur bëhet zakoni stil jete, pastaj ky stil jetës bëhet gaflet kronik. Ruana Zot. Për argumenteve tjera apo për shkaqeve tjera që bëjnë që njeriu të jetojë për një kohë gjatë në harres dhe ja pamundson zgjimin, është padyshim edhe shoqëria dhe ambienti. Është shumë e rëndësishme ku jeton dhe me kë jeton. Deshëm apo nuk deshëm, njeriu është krijesë sociale. Prandaj një prej kuptimeve të termit el-insan është edhe social. Njeriu ka nevojë me u shoqënu. Prandaj pejgamberi Adem a.s. në xhenet, edhe pse i rrethuar me laçe, është ndi i vetëm. I ka kërkuar Allahut eshin. E Allah ja ka kriju havën, pse? E ka dashur eshin e vet, sepse është njeri, është krijesë sociale. Edhe na këtu, na jemi krijesa sociale, na kemi nevojë me u shoqënu. Po ideja është me kë po shoqënohemi. Nuk ban me toleru, me përzgjedh për shok ngusht, çdo njeri që ty të paraqitet, edhe nëse të buzëqesh, edhe nëse ta bën një të mirë, pse jeta është e gjatë. Dhe njerëzit dallon atëherë kur ne udhtojmë pak më gjatë. Edhe në kuptimin e udhëtimeve të thjeshta dhe të shkurta, afat shkurte, por edhe në kuptimin e përgjithshëm, kur ti jeton me dikon familje, kur ti martohesh me dikon, kur ti punon me dikon. Pra, janë disa periudha pak më të gjata jetësore që neve na bën me ditë se kush jemi realisht. Sepse njeriu kur bashkëjeton me dikën, në kuptimin e punës dhe familjes e kështu me radhë, ai e sheh se me kë realisht ka punë. Dhe ta përgjigjesh një njeri jo duhur, apo të kesh kritere shumë elementare, shumë të ulta në përzgjedhjen e shoqërisë sate, është gabim i madh, është gabim fatal. Prandaj pejgamberi Allahut e ka paraqitur si shqetësim serioz këtë punë. Ka thonë el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Andaj le ta shikojë çdo kush prej jush se kë po e merr për shok ngushtë, sepse ka thonë khalil. Khalil është shumë më i shtrenjtë, shumë më i ngushtë se sa çdo shok tjetër. Shok i ngushtë. Prandaj Ibrahimi a.s. ka qenë Khalilullah, mik i Allahut, sepse çdo kush nuk merret për mik. Duhet me qenë një lidhje shumë e brendshme, shumë e ngushtë, shumë e dashur për me pas dikon shok ngushtë. E tash, dikush e merr për shok ngushtë dikon vetëm se në sport kanë përputhje. Dikush e merr për shok ngushtë apo për shoqe ngushtë dikon vetëm se e kanë, si më thon, një ambicie të përbashkët. Mi po se si e ka fenë, si e ka moralin, nuk pyesin fort. Jo be shumë djalë simpatik, hajt për bëj shok. Ma simpatik se shejtani s'unë ka kërkush. A disa simpatik është shejtani. Çaq shpejt shoshnon, çaq i dashur është, çaq i afërt bëhet, ma jetë me hadithin ndonjëherë të afrohet. Ama ti merr mend. Pa nuk është vetëm aparenca jashtme ajo që neve duhet me atë rrek për me bëj dikon shok apo shoqe për gjinin femnore. Po janë vlerat ato që neve na bëjnë më u dashur dhe më afro. Prandaj ka thonë, le të shikoj se cili për ju se kë po e merr për shok. Valla filani ma dha një kompliment, mule me njerë ta bëj shok. Pra dalbe se çdo lloj shoqënie krijon raport. Çdo raport është përgjithësi, çdo përgjithësi pastaj ka përfundime. Çka nëse çaja shoqëni nuk është shoqëni ideale për ty? Ma pak të çka ti mundesh me marr prej tij, është një demoralizim të thjeshtë. Prandaj pejgamberi na ka treguar që shembulli i shokit të keq është sikurse shembulli i falkatarit. Mjafton një herë më u fut aty. Ndoshta nuk blen asgjë. Mirë po e merr aromën apo pluhurin e falkatarit. Por shoku i mirë është krejtësisht ndryshe. Shoku i mirë është sikurse ai që shet parfume. Edhe nëse s'blen asgjë prej tij, mjafton që e merr aromën e këndshme kur del. Prandaj duhet me përzgjedh shumë me kujdes se kë po e marrim për shok dhe ku po jetojmë, çfarë shoqërie po jetojmë, sepse këto ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek ne. Sado që ne mund të jemi shumë me karakter të fortë, mund të jemi shumë të formuar, mund të jemi shumë kujdesshëm, pra nuk jemi për atyre mendje lehtëve që i marrim lehtësisht fjalët e gabuara dikujt apo ndikohemi papjekurisht nga ta. Por vetë fakti që ti po shoqërohesh me të është humbje për ty, nëse nuk është njeri i duhur. Se vetës po i pamundson shumë mirësi tjera. Mjafton që vendin e çti shoku të keq ka mujt me zonë një shok i mirë. E ja që ta ka zonë ky shoku i keq. Edhe nëse dikush e bën me pretendimin se unë du me ndiku për mirë tek ai. Edhe kjo e ka kufinin e vet. Unë du me ndiku për mirë tek ti, edhe i marr masat maksimale me ndiku për mirë tek ti, mirë po nëse e shoh që këshilla ime nuk ka dobi tek ti, unë e kam urdhër për Allahut më u tërheq prej teje. Mandje Allahu thot fadhakkir in nafa'ati dhikra. Nëse sheh elemente pozitive që ta merr këshillën, këshilloje, rrim me to. Ama nëse sheh elemente negative, e din që
me një vesh i hyn, edhe me një vesh i del këshilla jote, mos hum koma atë njeri. Het shko, gjej dikon tjetër që ti marr këshillat tua. Pra nëse nuk gjen më mirë rri vet, e mos u shoqëro me çat njeri që demoralizon. Sepse disa njerëz kanë aq energji negative sa që edhe ditën më të mirë ta prishin. E na nuk e kemi luksin me humb minuta tjetës me njerëz jo meritor. S'ban mja dhon luksin dikuj, mja dhon na minutazhën tonë jetësore të papërsëritshme, pa revokueshme, e më marr me disa individ që ata bëjnë lojra me neve. Na i flasim për fe, ata bëjnë lojra me neve. Të këshillojnë një herë, 2 herë, 3 herë, prapë këshillojnë nëse ka nevojë, po nuk rrima shumë me ty. Rrim me tjerë që e meritojnë prezencën teme, e meritojnë dashninë teme, meritojnë shoqërinë teme e kështu me radhë. Sepse gafleti është ngjitës. Dhe këtë s'mujna me kuptu. Biles gafleti është për smundjeve më ngjitëse. Nëse shoqërohesh me një njeri që është deri demotivuar, që s'di me mendu mirë, që s'ka vizion, s'ka ambicie jetësore, bërë sikur saj. Shih rushin e piqet, deshte s'deshte. A ke pa molla e mirë, me ba mu prek me mollën e keqe krymët. Pse s'pëshnohet që ke kalpta? Apo shëshnohet me të mirën? Pse s'pëshnohet që ke po kalpët e shnosha? Pse efekti i të keqes është zherë më i madh se sa efekti i të mirës. Për shkak të ndikimit. E tash na mja dhon luksin dikuj me i fut krimbat e tij tek ne dhe me na kalb neve zemrën, absolutisht nuk bën me liu një gjë të tillë, sepse bëhet fjalë për humbjen e fesë, bëhet fjalë për më të shtrejtën. Prandaj këtë relacion e ka trajtuar pejgamberi Allahut mbi bazën e vlerës kryesore. Ka thonë el mar'u ala dini khalilihi. Ka thonë njeriu është në fenë e shokut. Pse asgjë nuk është më e rëndësishme dhe më e shtrenjtë se sa feja. Që i bie, nëse ti shoqërohesh me shokun e keq, ti nëse nuk e humb këtë fenë, do ta zbehesh atë. Ka me të zbe fetaria jote, apo ka me të njollos fetaria jote, ka me të radhë devotshmëria jote, e nuk ja vlen me leju një gjë të tillë. Shpesh zgjimi fillon kur e ndryshojmë rrethin, kur dëgjojmë fjalë të mira, pozitive, inkurajuese, që ndoshta nuk kemi dëgjuar më herët, apo i kemi dëgjuar më herët, por kemi nevojë tash me i dëgjuar ato, ose kur sheh njerëz që jetojnë ndryshe, kuptimin pozitiv. E sheh një njeri apo një familje të caktuar që e ka sistemuar jetën e vet mbi vlera. Merre për shembull, shoqëroi me atë familje, shkon dhe shoqëroi dhe merret në njëjtën frymë të jetesës. E sheh një vend, një ambient që është devocional, që ndikon tek ti, një shoqëni ku shtoj rëndësi, sepse është pasuri që nuk paguhet. Është pasuri që nuk paguhet me asnjë çmim të jetës kësaj bote, për shkak të ndikimit pozitiv që mund ta kesh prej tyre. Pastaj për shkaqeve të radhës është edhe zgjatja e shpresave, kur robi jeton me shpresa iluzionare, irreale. Allahu thot: "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Lëri ata Muhammed, ya'kulu wa yatamatta'u, let ha, let pin. A kanë synimin e vetëm me ngrënë me pi, vetëm gjëra materiale, vetëm kënaqësitë e kësaj bote. Lëri, wa yulhihimul amal. Ata po i mashtrojnë shpresa e kot, shpresa shterpe. Hajtë se e bëj, hajtë se jam i ri, hajtë se nuk jam më i keq i dunjas, shpresa të kota. Hajtë se një ditë pendohem. Ndërkaq ai harron që nuk e di se kur mund vdes. Ai harron që në momentin që e bën një gjuna mundet me dhon shpirt. Ai harron që në momentin që del prej pragut shtëpisë, ai mundet me vdek. Pse e harron? Për shkak se është duke ushqyer zemrën e vet me shpresa të kota, me shpresa shterpe. Dhe kjo tregon për një mungesë shumë të madhe të vetdijes. Vetdia e tij është shumë e ulët. Aq sa gjën më të rëndësishme e ka harruar të parën, që ka me dek, që ka me dalë para madhërisë së Allahut. E kjo është gjëja kryesore që na duhet pas parasysh. Sepse ajo që realisht na mban neve brenda këtij realiteti, na ruan vigjilencën, na ruan vetdinë tonë, është pikërisht për kujtimin e vdekjes, edhe i takimit me Allahun subhanahu wa taala. Çdo gjë që na e bëjmë për me dhënë shpirtin sa më mirë, edhe me taku Allahun sa më mirë. E tash me harru të parën çto, para mendoj çfarë përfundimi më me pasna. E besimtari Allahut është krejtësisht ndryshe. Besimtari Allahut han edhe pin, ushqehet sikur se krejt të tjerë. Por gjitha këto i bën për me arrit qëllimin e vetëm, e që është kënaqësia e Allahut. Prandaj nuk jeton me shpresa të kota, ai është realist. Ai e prek realitetin me dorë. Ai nuk pret nesër mi thon dikush me bë. Ai ka mundësia sot e shfrytëzon me një kohën. Ai nuk pret dikush me mi thon këshilla që i japin shpresa të kota, me i thon hajt besi ti je i ri, mos u fal, ku të bësh plak shkojsh në haxh,
Mos e shoh mjekrën hala se djali i ri po prishesh po dokosh shumë i vjetër. Hajde i motër mos u mbulo, pse pe fsheh bukurinë që Zoti ta ka dhënë. Larg këtyre njerëzve, këta njerëz jetojnë me shpresa të kota, me shpresa shterpe. Këta janë duke jetuar në amulli, sepse besimtari i devotshëm është ndërherë vigjilent, është i vetëdijshëm. Madje në kulmin e suksesit të tij, ai e ka vetdijen maksimale. Atëherë kur më shumë ti ka, edhe shëndet, edhe pasuri, edhe familje, edhe bukuri, edhe fuqi, ai është falëndërues ndaj Allahut. Siç e kemi shembullin e Sulejmanit alayhis salam. Në kulmin e suksesit e të fuqisë e ka arrit kulmin e mirënjohjes dhe të falënderimit. Prandaj Allah e ka përmend si një prej falëndëruesve më të mëdhenj ndaj tij. Atëherë ku ja ka dhënë Allahu të gjitha, krejt dynjat ja ka nënshtruar në dorë Sulejmanit alayhis salam. Edhe botën bimore, edhe botën shtatësore, edhe erën, edhe botën atmosferike, krejt ja ka nënshtruar në dorë. Ama e ka falëndruar Allahun maksimalisht. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. O Allah, ma mundësosh çdo herë me të falëndëru për këtë mirësi që ti ma ke dhënë mua. Kur e ka dëgjuar milingonën, nuk është bën burravec, mendje madh, por ka thonë o Allah, të falënderoj për këtë mirësi që ma ke dhënë, e bile këto ma ke dhënë për me më testu mua, a jam falënderues apo jam mohues? Çfarë çasje? Sulejmani alayhis salam. Dhe një nga shkaqet më të rrezikshme të gafletit është kur robi thot hajtë se pendohem ma vonë, jo sot, jo tani, kam kohë. Besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm që e synon dalë nga kjo krizë ka krejtësisht tjetër qasje. Taj s'ka jam ma vonë, po thot tash. Taj s'ka hajtë se jam i ri, thot vdes nesër, mund vdes tani. Taj s'ka hajtë se pendohem dikur, jo thot pendohem tani. Sepse është çdo herë i vetëdijshëm dhe vigjilent. Sepse zgjidhimi ndodh atëherë kur shpreha më vonë kthehet në tani. Dhe për shkaqeve tjera është dhe negligjenca ndaj dhikrit dhe ndaj adhurimit të Allahut në përgjithësi, e për këtë Allahu qartë azin Kur'an na tregon dhe na zbërthen se pse ndodh kjo. Dhe çfarë përjeton robi kur i largohet përmendjes së Allahut. Thot: "Wa man ya'shu 'an dhikri ar-Rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Kushdo që largohet nga përmendja e Allahut. Madje ka përmend nga përmendja e gjithëmëshirshmit. Allah subhanahu wa taala përmes emrit të mëshirës. Thot nuqayyid lahu shaytanan, ne ja lidhim një shejtan që i bëhet çdo herë shoqërues. Fa huwa lahu qarin. Ka të shkon e shoqëron ky shejtan. Kjo është pasojë kryesore që e përjeton një rob që nuk e përmend Allahun, nuk e adhuron Allahun sa duhet. Pse? Është shkelje flagrante e një prej të drejtave të Allahut subhanahu wa taala, me adhuru Allahun. Është përbuzje dhe keshpërdrim i madh i mirësisë së adhurimit ndaj Allahut. Prandaj aja meriton me ja lidh një shejtan me vete. Apo dën ti me jetu qështu? Po, që e merra me vete e ke shoqënusin. Që ka me ti zbukuru. Kur gjallës janë të bukra, që ka me ti bëtë bukra haramët. Apo dën qështu? Okej, ta lidhim në aty një shejtan, dhe ai me ty ka me konë shoqënus. Nuk i ke dasht dhikri me qenë shoqënus i yt, adhurimi Allahut me qenë shoqënus i yt, me lagjet e Allahut me të rrethuar dhe me të mbrojtur dhe me të këshillu për mirë dhe me të cyt për mirë, atëherë pritet djallin. Nëse si me lagje je me shejtan. Shumë e thjeshtë është kjo punë. O me ya'shu 'an dhikri ar-Rahman. Kur ndodh kjo atëherë kur na i largohemi përmendjes së Allahut. Se Allah nuk e don një gjë të tillë. Allah s'na ka krijuar neve për me na ndëshku. S'na ka krijuar neve Allahu për me na lidh shejtan. Por kur ne i shkelim të mirat e Allahut, i përbuzim ato, atëherë Allahu ka caktuar që me pas shejtan me vete. Se është përbuzje, shkelje flagrante e mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kush largohet nga përmendja e mëshiruesit, do të ketë përfundim të hidhur, Allahu mos na bëf prej tyre. E kur kjo ndodh, atëherë zemra nuk rri bosh dhe mbushet me dhikr dhe krejt në fund edhe mbrohet nga shejtani. Pra një zemër e cila çdo herë shoqërohet me adhurimin e Allahut, me përkujtimin e tij, ajo kur nuk është bosh. Ajo kur nuk qyr mush me diçka që realisht nuk e mbush. Por ajo mbushet me iman, mbushet me përmendje. Ajo pastaj kur nuk qyr me njom gjuhën e vet me fjalë të ulta, me fjalë banale, me fjalë të pista, por e njom gjuhën me fjalë të Allahut, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajo kur nuk ndihet e rrezikuar për djallit mallkum, sepse në vetvete ka qetësi. Në vetvete ka ngrohtësi, sepse është zemër adhuruese ndaj Allahut. Prandaj besimtarët që janë adhurues të shuar, ata çdo herë janë të qetë në shpirt, përkundër sprovave të mëdha që i përjetojnë, për shkak të imanit, për shkak të devotshmërisë që ata e kanë arritur. Kaq sa i përket pjesës parë, me lejen e Allahut do të vazhdojmë javën e ardhshme
për më tepër rreth kësaj çështje shumë e rëndësishme, sidomos për mënyrën praktike dhe reale se si mund të zgjohemi nga kjo harresë e gjatë që i ka kapluar zemrat dhe jetrat tona. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nëse keni ndonjë pyetje urnoni.